Të nderuar televizionistë, përshëndetje. Unë jam Orlan Qafoku dhe ky është emisioni Dekalog. Në këtë pjesë ne do kemi një intervistë me Florian Pullazin, kandidat i Partisë Socialiste në qarkun e Tiranës. Në fakt Florian Pullazi është një njohuri im i hershëm, një nga miqtë e emisioneve të mia diku këtu e gati 15 vjet para. Sot ai është kandidat i Partisë Socialiste në qarkun e Tiranës pas një karriere në pushtetin lokal si administrator nga më të spikatur. Zoti Pullazi, faleminderit që pranove ftesën. Janë të falenderoj shumë për ftesën, nga the dhe vetë që kemi 15 vite dhe ke qenë ndër të parë që më ka hapur derën e televizionit, dhe të falenderoj, gjej mundësinë të të falenderoj. Edhe besoj që ka qenë një hap i mirë. Mua më vjen mirë që ke ngjitur karret, gjithë ato katet e karrierës, kështu një nga një, do të thënë të ngadalta, por do të thënë në mënyrë të qëndrueshme. Çfarë ndodhi u habita që nga një administrator tipik aty në njësinë tënde, do thënë tani kalove në një stad tjetër, ndodhi diçka që ti këtë katin, po themi mesatar, e ngjite një kat në nivel të lartë? Shiko, se lam pa përmendur dhe pjesën e anëtarit të Këshillit Bashkiak për 6 vitesh. Jo, ti je legjenda ti. Duke përfaqësuar në Partinë Socialiste, 2 mandate, sepse normalisht mu desh të ndërprisja mandatin e dytë për të marrë detyrën e administratorit. Dhe lejosh ajo? Jo, absolutisht nuk lejohet, sepse anëtari i Këshillit Bashkiak është i zgjedhur, ndërkohë që administratori është emëruar nga kryetari i bashkisë. Dhe me thënë drejtën ka qenë një, si thush, punë interesante dhe punë kolosale që kemi bërë ndër vite, po edhe në funksion administratorit, po edhe në funksion në anëtarit të Këshillit Bashkiak, sepse njësia aty është një territor jashtëzakonisht i madh dhe problematikat janë të shumta që vijnë nga infrastruktura, që vijnë nga arsimi, që vijnë nga shëndetësia. Sa vjet ke drejtuar njësinë 2? Tani bëj diku ke 7 vite e gjysmë. 7 vite? 7 vite e gjysmë në detyrën e administratorit. Nuk jam pak, jo, absolutisht është i periudhë. Nuk ka bëj duket që ka më jetë gjatë aty. Ka dhe më jetë gjatë, ka kolegë të mi që nga periudha aty, që nga viti 2015, por unë ka filluar në 2017 të marrë detyrën e administratorit, që vjet direkt nga si thush, nga i përfaqësues me votë i qytetarëve të Tiranës, marrë detyrën e administratorit dhe nuk e kisha fort problem këtë situatë, sepse kam qenë ambientuar me punët lokale dhe me eksperjencat e politike, sepse kjo ndërthurje politike, administrative, pastaj erdhi vetë dhe më dha dorë shumë, dhe besoj që në gjithë të vite detyrën time munduar ta kryejmë të jemi, si thua, korrekt me funksionin shtetëror, me qytetarët e njësisë 2, sepse do të dish që aty nuk përplasen vetëm banorët e njësisë 2, pra njësive administrative përplasen edhe banorët të tjerë që janë nga njësi tjerë, nga zona tjera, dhe i mundu që të bëjmë detyrën tonë me korrektesë. Unë të kërkoj ndjes vetëm për ndërprerje për shkak të publicitetit. Falenderojmë Institucionin Monetar MoneyGram Ak Invest si sponsor gjeneral të emisionit Dekalog këtu në Dritare TV me sloganin transfero shpejt, gjithmonë më shpejt, kudo dhe kurdo. Ndërkohë Ak Invest MoneyGram ka një njoftim nga data 14 prill deri në 14 korrik, do të zhvillojë lojën promocionale ti që transferon me MoneyGram. Eja dhe fito. Për të bërë pjesë e lojës, ju duhet të kryeni një dërgesë ose të rreqe me MoneyGram brenda datave 14 prill deri në 14 korrik. Pra, 14 prill deri më 14 korrik është koha për cilët ju duhet bëni një dërgesë ose të rreqe me MoneyGram. Më 20 korrik dhe çorteku do të shpallën fituesit. 6 fitues fitojnë nga 500 euro ose 50.000 lekë të rinj për person, nëse kanë kryer 1 deri në 2 transferta. 7 fitues fitojnë nga 1.000 euro deri në 100.000 lekë të rinj për person, nëse kanë kryer 3 ose më shumë transferta. Pra edhe një herë, 6 fitues fitojnë nga 500 euro deri 50.000 lekë të rinj për person, nëse kanë kryer 1 deri në 2 transferta. 7 fitues fitojnë nga 1.000 euro deri në 100.000 lekë të rinj për person, nëse kanë kryer 3 ose më shumë transferta. Kthehemi në bisedën normale. Florian Pullazi, tani a ka mundësi të tregosh diçka për vete se këto pikat e programit e qa i ka Edi Rama, su lë juve Edi Rama të tregoni projektin e programit qeverisë. Të transmetojmë edhe t'japim dhe opinionet tona kur është e mundur, eksperiencën tonë. Tani e di çka kam qenë, të lutem më tregojnë që kush është Florian Pullazi, se unë të njoh, po për gjithë ata që na ndjekin. Për gjithë ato që na ndjekin, Florian Pullazi është një djalosh i panoi njësisë 2. Djalosh, sa vjeç që? 45. 45 i thot djalosh vetëm, e kupton Florian Pullazi. Por bëj llogari që karrierën time kanë filluar në moshë ka 23-4 vjeçare, duke u angazhuar
edhe me shoqërinë civile në lloj mënyre, por duke qenë edhe një aktivist që jam munduar të gjithmonë të shërbej komunitetit ku jam. Kam pasur funksione ndryshme, detyra ndryshme. Pa shkuar të funksionet. Jo vetëm funksioni shtetëror, flas edhe në pjesën e këtyre angazhimit në komunitet. Ti je nga Tirana, familja jote Pullazi? Familja ime është origjinë nga Tirana. Pra, sa vite keni në Tiranë? Ne kemi vetëm në rrugën e Elbasanit diku rreth 150 vite. Në vetëm në rrugën e Elbasanit, por lokuracioni jonë ka qenë diku në zonën e Paskuqanit, që ka qenë një fshat me emrin Plas. Plasi. Bjemri jonë edhe ke marrë bjemrin Pullazit, ndërkohë vite ka pësuar... Se për gjithë që nuk e dim Pullazi, që ajo e Pullave? Jo, ne kemi pasur një, Pullazet dhe qative që i themi ne, por bjemri jonë vjen nga fshati Plas. Plas, aty është Pullaz. Ty ka qenë lokacioni i familjes tonë. Dhe kemi zbritur në rrugën e Elbasanit 350 vite më parë. Tani, më përpara kësaj nga Plasi, ka më apo aty e keni auto? Po besoj tani që të mos futemi në histori. Jo, të futemi, se ka. Po të futemi në histori, por të shumë e gjatë, sepse ne kemi bërë, unë vetë personalisht kam bërë një test ADN-ja. Që të këtë? Dhe origjina e fisit Pullazi vinde nga Mirdita, nga ndoj Mirditës. Kjo ishte edhe më interesante akoma, rreth 900 vite më parë, pra nga kryqëzimi i gjithë ADN-s që kemi bërë. Unë vetë kam bërë The Family Tree, Dhe si të ka dalë, sa përqin nga Mirdita? Dilte pjesa origjina jonë e hershme ishte nga fshatit e Mirditës. Dhe kjo ishte çudia më bukur që se kisha menduar ndonjëherë, por para disa vitesh e mësova dhe unë këtë. Sa përqind dile nga Mirdita? Ishte 90%, ishte 90%. Po 10%? Po, pjesa tjetër pastaj ishin, nuk e di, nuk kam përshtypjen që ky fis ishte transferuar në zonën e Përmetit, ishte transferuar në zonën e Shkodrës, ishte transferuar dhe në fshatin Plas. Pra, lidhe ndërthuar dhe prandaj them që origjina ishte pak a shumë e vërtetuar, Lani. Po shumë e bukur kjo, dhe ju keni 150 vjet që keni ardhur në rrugën e Elbasanit. Kemi ardhur në rrugën e Elbasanit, që jemi stacionuar aty në rrugën e Elbasanit, për afër shkollës Baletit. Ju vetë, familja juaj, prindit tuaj Imat ka qenë Agim Pullazi, ka qenë një person që vinte nga klasa punëtore, kur i thojnë asaj. Po, çfarë punë bën? Ku? Imat ka qenë shofer autobusi, ka bërë linjën Tiranë-Krap në kohën e kësaj. A, kështë disa herë do ta kenë parë? Në kohën e kësaj, ka qenë minierat e Krapës në atë kohë. Kështë disa herë do ta kenë parë. Dhe ka qenë një personazh i lezetshëm, po shofer autobusi. Por ishte në atë që theme ne babaxhan në atë sjelljen e veta dhe u mundohem ndoshta shumë veta më thonë që kam marrë nga ajo pjesa, por akoma nuk e kam arritur në pjesën aty. Ime më ka qenë punonte tek Artistik e Migjeni, ka mbaruar liceun artistik, edhe merret me qeramikën. Ajo ka punuar qeramikën, tani ka disa vite që ka lënë po ka qenë profesioniste e punimit qeramikës. Mama e jote dhe mama e Tiranëse? Ato qypat, ime më është nga Kruja më origjinë. Nga Kruja, nga Kruja, Bardhi. Bardhi, do të ti që ke Tiranëse Kurtan, ha? Për një përzierje e tillë, por ime më është nga origjinë nga Kruja, jati ka qenë Bajram Bardhi, mi për edhe një personazh atje në Kruj. Që ke një kryqëzimi shumë interesant. Tani fort për vetën tënde, familja jote. Bashortja ime, unë mendova që ishte gocë nga Lidemi, po më origjinë ishte nga Lushnja. Por ne kemi 2 fëmijë. Dhe çfarë ka Anila Basha? Jo, çfarë ka Anila Basha? Vajza Xhaj. Do të thotë bashortja e Florian Pullazit, si e quajmë bashortën, më kujtohet? Rezarta. Është vajza e Xhajt, Anila Bashës gazetares. Mos më thoni që nuk e njihni. Do të thonë, ti këtu tani je nga Tirana me atë kryqëzimin tënd, ke marrë një vajzë nga Lushnja. Kemi qenë shkollë bashkë, shkollë të mesme bashkë. Si dje fare që që nuk e dija me thënë drejtën. Ti dje Tiranës, ja? Dija që ishte me shpina Lidem. Dhe më vonë pasaj kur u fejur, mora vesh që ishin me origjinë nga Lushnja. Kur u fejove, mora? Kjo është sepse fejesa ishte pas 2-3 vitesh. Kjo është bukur fare. Por jam i kënaqur me thënë drejtë, ne kemi 2 goca binjake. Që tani janë në moshën 8 vjeç e gjysmë. Studiojnë në shkollën, janë në shkollën Fanoli, pra ne kemi qenë gjithmonë, si thuash, kemi ndjekur gjithmonë pjesën publike gjës, që nga qertja, që nga kopshti. Por sepse
Me thënë drejtën, jo vetëm për punën që kemi bërë, por sot është një realitet komplet ndryshe i publikës. Jo, po është e vërtet, Landi, është e vërtet. Nuk është vetëm që është e fushatës, por sot kemi pas investimet mira në qerdhe, në kopshte. Tani, shpinë tuaj, Pullazi, ku e kishit fix? E kemi tek shkolla e baletit, sot është rruga Mirgameno fix në atë, nuk është sot ndërtuar PKT-ja, ne kemi pas shpinë private tonën, dhe mori, si atë, bamenateri që thonin, koha erdi plani, dhe plani në era, dhe në zuri plani të gjithë, dhe ne kemi pas shpinë private aty, dhe kemi qenë të gjithë kushurinët, kemi qenë në një rrugicë. Një rrugicë? Po, kemi qenë diku ke 15 familje, vetëm Pullazi, kemi qenë në të rrugicë aty, dhe kemi shkuar gjithmonë mirë me njëri tjetër, dhe kemi pas atë, është ajo historia që dyrëve të hapura që nuk ishte... Me atë që di unë, ti e marrë dhe me biznes, ke pas punë të tuar. Po, kam pas... Qa biznesi? Po, me import-export, kemi marrë, kemi me një aktivitet bar kafe që kemi të sholla baletet. Tani, që ndojë që u futën politikë? Që ishe këtë pasion? Nuk ishte që ishe pasioni, po ishte mënyra për t'i zgjidhur gjërat, dhe ajo dëshira për t'i zgjidhur gjërat. Dhe mekanizmi vetëm është politika. Pra, ti duhet të merresh me politikë dhe t'i shërbesh qytetarëve, është një gjë, por që të merresh me politikë reale dhe të japësh zgjidhje shqetësimeve që kanë qytetarët në përgjithësi, duhet patjetër mekanizmi politik që t'i shërbej dhe të sjellë normalitet në jetën e përditshme qytetarëve. Pra politika është e pandarë nga ditët e sotme, politika është e pandarë në çdo kohë ka qenë politika, sepse çdo kohë ka pas drejtues, ka pas njerëz që interesoheshin për probleme të tjera. Po pse pikërisht Partinë Socialiste? Me thënë drejtën, ne kemi si familje kemi bindje të majta, pra është e trashëguar. Unë kam qenë gjithmonë aktivist në të majtën, nuk kam qenë aktivist në forumet tjera, dhe kam besuar gjithmonë tek e majta, sepse besoj ke barazia sociale, besoj ke shumë gjëra që e majta i sjell komuniteteve. Dhe shpresoj shumë që e majta të vazhdoj në linjën e vet, pa çka se ne kemi pak devijime në kuptimin barazi, pra ka shkuar në drejt qendrës, por unë besoj që jam një i majt dhe besoj ke... politikën e se të gjën e dirama? Jo, nuk e kam problem fare, unë idetë e mia i kam thënë dhe them në mbledhje dhe në përgjithë diskutime. Por unë besoj ke e majta dhe besoj shumë fort ke e majta. Sepse shteti social, shteti së drejtës, janë gjithë gjëra që sjellin të majtës dhe njerëzit i sjellin më shumë shërbime. Zoti Pullazi, ju punuat për shumë kohë me kryetarin e Bashkisë Tiranës Erion Velia, ju keni qenë nga bashkëpunëtorët e afërt të tij, duke qenë drejtues dhe administratori i njësisë numër 2. Si e përjetuat arrestimin e tij dhe çfarë ndodhi më pas? Me thënë drejtën, për momentin di që vetëm çështja është pranë organeve drejtësisë dhe nuk di të them që situata që po kalon nuk është normale, situata është anormale, sidomos për bashkinë më të madhe të vendit. Pra sot kemi rreth 2 muaj e gjysmë që bashkia funksionon me nën kryetar, ndërkohë që duhet kishte, por unë jam gjithmonë, Landi, do të them dhe një opinion timin, gjithmonë unë jam për krah drejtësisë. Drejtësia për mua në këtë vend, ne kemi pasur shumë kohë që kemi kërkuar drejtësinë. Pra dhe drejtësia duhet bëj punën e saj. Absolutisht janë çështje drejtësisë dhe unë jam i bindur ke kjo histori që po të ketë çështje që duhen trajtuar me shumë kujdes, janë çështje drejtësisë. Pra unë gjithmonë e lë pjesën e drejtësisë që të merret me këto çështje, sidomos edhe për mikun tim Erion Velia, sepse ne kemi bashkëpunuar, kemi bërë shumë punë të mira për Tiranën, janë të pamoshme punët që kemi bërë gjithë bashkarisht për Tiranën. Pra sot Tirana, pas 10 vitesh që flasim, sot Tirana ka ndryshuar totalisht. Janë bërë punë kolosale në qytet, janë bërë infrastrukturë rrugore, shkolla të reja. Sipas jush, Florian, kishte ndikime politike kjo? Nuk di të them këtë, nuk besoj, sepse unë gjithmonë në lë drejtësisë dhe drejtësia nuk besoj. Për ne kemi luftuar dhe Partia Socialiste ka luftuar gjithmonë që drejtësia të jetë e pavarur. Po tani si funksionon bashkia? Nuk keni dhënë dorëheqjen? Jo, nuk kam dhënë dorëheqjen. Unë kam marrë pezullimin bazë kodit zgjedhor. Patjetër, sepse është një procedurë që njihet nga kodi zgjedhor. Jo, nuk përdor as. Sa të mbaroj? Patjetër. Dhe
kam ndjek gjithë procedurat sipas kodit zgjedhor për të marrë pjesë në fushatën elektorale. Kush e censur juve te njësia? Është komanduar një përgjegjësi sektori nga njësia, është komanduar aty në vendin tim, po. Ashtu si dhe bashkia që ka komandime, po, dhe bashkia e Tiranës sot është komandim nënkryetari i bashkisë Anuel Eristani. Florian, e kam pritur, do të thënë, këtë fushat pa Erion Velia se ishte drejtuesi politik i Tiranës, do të thënë, ka një bëshllëk, krijohet, ka një kështu në bazë në Partia Socialiste është një parti e strukturuar. Pra, parti elektorale shumë e organizuar, mirë organizuar, dhe besoj që gjithë fokusi në këto momente që flasim ne është tek fushata elektorale. Pra, nuk ka hapësira që të ketë problematika. Ti thua që e harruan Erion Velia? Jo, nuk po them që e harruan, por ditë them që Partia Socialiste është një mekanizëm i madh politik, elektoral, dhe janë të gjithë në terren duke punuar për të maksimalizuar votën për Partinë Socialiste në numrin 5. Numrin 5, se mos harroj atë numrin 5. Po patjetër. Se ju ngrini dhe dorën tani. Po mirë, juve pse kandiduat? Ju tha zoti Rama, ju than drejtues të tjerë politik, zonja Manasiliu, çfarë? Tani që të them, unë aplikova në platformën deputeti që dua. E aplikovat dhe? Po. Por ndërkohë, edhe eksperjenca ime ndër vite, angazhimi im politik, unë kam kryer funksione si kryetari i Partisë Socialiste të njësisë tyre. Jam votuar nga Kongresi i Partisë Socialiste për të qenë antar i Asamblesë Kombëtare në vitin 2020 deri në vitin 2024. Pra, gjithë ky angazhim politik, kam përshtypjen që solli dhe këtë pozicion ku jam sot si kandidat i Partisë Socialiste, dhe besoj që ndoshta në listë mund të jem nga të vetmit administrator që janë përfshirë në listën e Tiranës, por aty jemi me kolegë ndryshëm që ministra, ish ministra, njerëz të nderuar. Listën e KQZ-s. Florian, ka një diçka, aty janë shumë emra nga Bashkia e Tiranës, nga administrata që jeni kandidat. Jeni ju, Andi Seferi. Andi Seferi që në kryetari i Po, në kryetari i bashkisë. Julinda Dhame, cila është drejtoresh Pesa. Po. Do të ti marrim me radhë. Do të thënë, por përveç këtyre, nga bashkia vetëm 3 jemi. Jo, Julinda Dhame, Andi Seferi dhe unë. Ju treni. Jemi nga pjesa e Bashkisë Tiranë. Pra, njerëz që kanë eksperjenca e tyre në pushtetin. Tani, unë e kuptoj që ti ke atë bazës aty, ke kontakte dhe ke zoti Pullazi, me këtë do fitosh me këta? Do fitosh me Erion Braçen? Do fitosh me Klodida Bushkën? Apo me Anila Denaj? Me Blendi Gonxhën, ministër, Etilda Gjonaj, Blerina Gjulameti, Mimi Kodhelin, me Pandeli Majkon, Klaren Drecën, Arben Plumbin, Xhemal Qefalian, Orlando Rakipin, më i votuari, Jo, më i votuari ka qenë Fatmir Xhafa në 2021. Po ndër më votuari, Ermonela Felaj, me Olta Xhaçkën, apo me Fatmir Xhafa, me këtë fitosh? Tani, ne jemi, po patjetër me qenë shumë, dhe prandaj jemi shumë që të maksimalizojmë rezultatet e Partisë Socialiste herë të parë. Secili nga ato emra që shikon aty, janë njerëz nderuar, janë njerëz kontributorë në Partinë Socialiste, kanë eksperjenca të tyre. Disa emra të tjerë kanë ardhur nga partitë të tjera, për shembull zoti Ibrahim Llari që vjen nga Partia e Lirisë, ke zotin Blendi Sula, që vjen nga e djatha për të dhënë kontributin. Vjen nga disa partije. Vjen për të dhënë kontributin e tij për listën. Nga PD-ja. Pra ne jemi të gjithë aty. Që kur ishte te PD-ja, vinte nga PR-ja, dhe kur ishte te PR-ja, vinte nga Partia Demokratike, më duket ka ardhur. Unë këtë informacion kam. Ka qenë te PR-ja, ka qenë sekretar përgjithshëm i PR-s. Nuk e di këtë pjesë. Se di këtë pjesë, po merr sa informacione merr. Di këtë pjesën tjetër sepse janë fokusuar më shumë tek emri im, si Florian Pullazi, për të marrë atë votën preferenciale, sepse vetë kodi zgjedhor të jep të mundësi që të kush merr. Kjo është lista preferenciale, pra kemi edhe 12 emra në listën e mbyllur, kemi edhe pjesën tjetër që janë lista e hapur, lista preferenciale sipas kodit zgjedhor. Kishte mundësi të ishin në listën e mbyllur? Po këtë nuk e di, kjo është vendimarrja e forumeve të partisë. Unë jam shumë i kënaqur. Landi edhe në atë listë, sepse janë emra të respektuar, janë emra kontributorësh në vitën e Partinë Socialiste, secili nga ato bën fushatën e tij, disa kanë secili nga ato bën fushatën e tij, nga këto kolegë. Ti je te njësia 2. Unë jam tek njësia 2, në njësinë 2 jemi 4 kandidatë, jemi Arben Plumbi, Olta Xhaçka dhe Andi Seferi, që jemi stacionuar në njësinë 2, të fokusuar në njësia 2, por të gjithë kandidatët e kësaj liste
bëj fushat në gjithë qarkun e Tiranës, nga Kavaja në Rrogozhin, patjetër që vin. Fjala vjen, Pandeli Majko, nga Kavaja vjen aty. Vetë mënyra e organizimit, vetë mënyra e kërkesës për të marrë votën nga të gjithë këto personazhe, unë di të them këtë që kjo i bën mirë Partisë Socialiste, pra kjo lloj liste e rëndësishme në fund të ditës është vota, maksimalizimi i votës për Partinë Socialiste për numrin 5. Pastaj se si do të vendosin qytetarët e Tiranës dhe do të vlerësojnë kontributet, do të vlerësojnë secilin nga këto persona që janë këtu, ajo është në dorën e qytetarëve të Tiranës, secili, pastaj në atë fushatën e vogël të vetën, sepse fushata e madhe është numri 5, secili pastaj mundohet të maksimalizojë votën e vet personale, e cila do t'i japë të mundur, sepse sistemi është i atill që qoftë edhe me një votë. Pasi rinditjes se do të bëhet kjo listë, do të shikojmë se kush janë personat që do të kenë mundësi për të futur në parlament. Ki një avantazh të madh. Duke qenë drejtues dhe administrator i NSIS-2, ti u ke zgjidhur hallat një ato që kanë zgjidhur deputetët. Po tani edhe deputetët kanë zgjidhur ato problematikat e tyre, problemet që mund të kenë njerëzit. Tani ato është në dorë të çdo qytetari për ta vlerësuar kontributin, për të vlerësuar kush ka hapur. Unë them edhe një herë kështu si me kush ka hapur telefonat. Sepse është e rëndësishme ndonjëherë që të kesh edhe këtë aset tënd. Ke vendosur titullin e intervistës. Kush ka hapur telefonin? Kandidati Florian Pullazi thotë ja këtë do votojnë. Unë besoj që kjo është edhe një eksperiencë personale. Dhe besoj që qytetarët do të arrijnë të bëjnë dallimet, secili ka preferencën e vet dhe unë absolutisht nuk paragjykoj asnjë nga emrat. Nga lista ajo që unë sot bëj, nga mëngjesi deri në darkë, është ai numri 5 atje lart, që të marrë vota sa më shumë për Partinë Socialiste. Atë mund të votojnë 5 dhe mos votojnë kandidatin? Patjetër. Dhe mund të votojnë kandidatin? O zgjedhja e çdo qytetari. Vetëm kryqëzim kështu jo. O zgjedhja e qytetarëve, absolutisht. Po të votosh një subjekt tjetër dhe të votosh listën e Partisë Socialiste, fleta është e djegur e votimit. Jo, e kisha fjalën kështu, fjala vjen, voton njëri PS-n, po voton kandidatin e ç'është ajo? Landi e rëndësishme jo, duhet votosh Partinë Socialiste dhe listën e kandidatëve që ofron Partia Socialiste. Mund ta votosh dhe vetëm. Mund ta votosh dhe vetëm Partinë Socialiste. Patjetër. Po jo të kryqëzuar me një. Jo. Tu partinë atje kandidatë ose tu kandidatin atje partinë dele pa vlefshëm. Është votë djegër, dele pa vlefshëm. Shumë pak janë sqaruar njerëz për këtë. Janë sqaruar, besoj që edhe vetë KQZ-ja do të sqarojë ditën e vijim, besoj, por pak a shumë të gjithë njerëzit që merren me fushat ja sqarojnë njerëzve për mënyrën e votimit edhe se si. Kë ke frikë nga lista e numrit 1? Për zotin, të them të vërtetën, kjo historia e numrit 1, më duket se ka për të ngel vetëm numrit 12 atje lart. Kush është 12? Ndoshta vetëm Besar Xhaferi këto 12 që lart them. Ti thuaj që vetëm lista e mbyllur. Pra, besoj që asnjë nga ato personazhet aty në listën e mbyllur, në listën e hapur, nuk do të arrijë dot të bëhet deputet i Parlamentit Shqipërisë, sepse nga ajo që shikojnë terren, shikojnë një Zoti Kılliçi tha marrim 19. Shikojnë një PD. Zoti Kılliçi tha marrim 19. Landi, tani Zoti Kılliçi mund të thotë shumë gjëra sepse është në listën e mbyllur dhe flet më qet. Por kam përshtypjen që po të dëgjosh këto kandidatët që janë këtu jashtë, sigur edhe të marrin edhe 20.000 vota një kandidat nga ato, nëse PD-ja nuk i bën votat e veta për 12-13 mandate, atëherë do kemi vetëm 12 mandate. Fisi Pullazi te rruga Mjal Grameno, kë voton? Po Florian Pullazin do të Florian Pullazin do të sa e bukur kjo, sa e bukur. Por me thënë drejtën janë gjithë kolegë të mirë, janë gjithë njerëz që ne kemi ndarë ndër vite eksperiencat tona në Partinë Socialiste dhe besoj që janë gjithë njerëz që kanë vlera. Nëse do bësh deputet, çfarë do bësh një gjë që e kërkon kështu do ta bësh patjetër? Me thënë drejtën, nëse do bëjmë deputet, do mendoj një herë që reforma territoriale të ketë më shumë impakt. Jo, po do jap atë kontributin tim, se sa do arrihet, kjo është një gjë vendimare grupi, por unë absolutisht nuk do hesht përpara kësaj, sepse besoj që ka gjëra që duhen përmirësuar në pjesën e menaxhimit, nuk po flas ndarjen me kufi, nuk po flas për detyrat dhe për funksionet që mund të marrin njësitë administrative për t'i facilituar më shumë çështjet qytetarëve. Pra një kombinim i mirë, i njësie të mirë, tjetë aktive, tjetë i shërbej qytetarëve, të ketë më shumë shërbime për t'i dhënë qytetarëve, besoj që ky do të gjejë një njeri që do ta shtrojë gjithmonë këtë çështje. Jemi në fund, zoti Pullazi, 30 sekonda deri në 1 minutë, tek kamera këtu, kërko votën, një mesazh për ata
zgjedhës që ti u kërkon votën duan të votojnë për ty. Kjo është pak kështu e vështirë që të thuash në 1 minutë të gjitha të eksperiencë 20 vjeçare, por unë do të thoj qytetarëve që ta vlerësojnë punën time që kam bërë ndër vite. Aty derdojmë kamerës shumë. Kamerës, po. Të vlerësojmë punën time ndër vite, të vlerësojnë eksperiencën time, kam munduar të jem gjithmonë korrekt me të gjithë banorët e njësisë 2. Dhe shpresoj shumë që njësia 2 do të ma vlerësoj këtë dhe duhem dhënë votën dhe duhem dhënë mënyrën dhe mandatin për të shkuar në Parlamentin e Shqipërisë për të përfaqësuar gjithë qytetarët, jo vetëm të njësisë 2, por gjithë Tiranës me eksperiencën time dhe me ndershmërinë time. Kështu ti vetë përveç njësisë 2 ke vajtur vend tjetër? Absolutisht, unë të thash tani po vi nga Krap. Pra, ne jemi detyruar, jemi patjetër kemi miqtë Timeti. Okej. Florian, të uroj suksese. Landi, të falenderoj shumë për këtë bisedë lirshme dhe të falenderoj shumë jashtë politikës se kishte kopa të shpresoj që të kemi dhënë ato, po herë tjetër siguroj që do vi me shumë kënaqësi që diskutojmë çështje të tjera bashkë. Edhe për mua kënaqësi. Të nderuar teleshikues, ndoqët emisionin Dekalog këtu në Dritaret TV nga Urla Qafoku. Mirupafshim.